We Are the Children, ka vendosur regjia në këto momente në studio dhe unë ju uroj të gjithëve një përshëndetje të ngrohtë, një mirëmëngjes të gjithëve, ashtu siç studio Mirëmëngjes Shkodër pret plot entuziazëm fituesit e konkursit të interpretuesve Bilbilat e vegjël në Shkodër këndojnë. E organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtimalia në mbështetje të Bashkisë Shkodër dhe në bashkëpunim me Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar në Shkodër. Një konkurim unik, 31 vjeçar deri më tani, i nisur nga mjeshtri i madh Kujtimalia dhe i vazhduar me shumë përkushtim e me një rrugë të suksesshme nga stafi aktual, i drejtuar nga Orieta Kelaj, por me bashkëpunimin e të gjithë stafit të Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe mësuesve të shkollave 9 vjeçare të Shkodrës. 2 net finale. 2 net që për nga pjesëmarrja ishin 3 shifrore, qindra fëmijë që këndojnë. Janë gjitur në skenën madhore të Teatrit Migjeni, në një skenë ku janë gjitur figura të mëdha të artit skenik e që tashti pret me shumë dashuri fëmijët e Shkodrës që këndojnë aq bukur. Një pjesëmarrje masive, por edhe një nivel i lartë cilësie. Kështu e kanë cilësuar të gjithë ata që kanë vëzhguar këtë aktivitet, por ndryshe suksesi i fëmijëve të Shkodrës në kompeticione të mëtejshme kombëtare e ndërkombëtare nuk është në nivele të tilla. Unë jam sot në studio pikërisht me fituesit, siç u thash, por edhe me mësues, me disa prej mësuesve, e për më saktë të koreve që janë fituese në këtë kompeticion. Me mua sot në studio është Ermir Zoga, përgjegjës i artit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Përshëndetje, urime, një punë e jashtëzakonshme. Besoj se përmbledhni gjithë atë përkushtim, gjithë atë punë të detajuara, të gjithë atë krehje, po përmend një shprehje që nuk i përket sferës së artit, por që dallon çdo element artistik në shkollat e Shkodrës, apo ja? Sparit, ju falenderoj për ftesën, jeni shumë kujdesshëm çdo herë që të na ftoni, na mbështesni edhe ju. Është shumë e vërtetë ajo që thotë ti. Duke fillu qysh në hapat e parë, siç thotë, me një krefje nga mësues të muzikës që dua t'i përshëndes me përzemërsi, sepse ato janë hapi i parë për të marrë fëmijët më të talentuar që kanë në shkollat e tyre. Normalisht Qendra Kulturore e Fëmijëve i mbështet patjetër mësues, nuk kena kanë në gjitha shkollat, por në shkollat e mëdha ne kena kanë prezent ku i kena një fëmijët, sidomos të klasave të para, 2-ta, 3-ta, i kena një për një. Bëhet fjalë për shkollën Mramjeda, që është një shkollë e madhe, Ismail Qemali, pavarësisht se ato kanë mësues të tyre, por kishin dëshirë që edhe ne të ishim prezent. Pa diskutim që janë një të gjithë fëmijët, me përjashtim në fëmijë që mund të ketë kanë s'ka kanë prezent në shkollë, e përdit, e kuptoj. Këtë punë realisht e bajnë mësues të muzikës në gjitha shkollat. Prandaj është me shumë rëndësi që t'i falenderojmë, edhe besoj që në çdo vit, unë mendoj që në çdo vit po merret gjithnjë më seriozisht realisht, dhe besoj që do të kena edicione gjithnjë më të mira, shoh ndryshim në edicione. Është i dyti vit radhasi që Qendra Kulturore e Fëmijëve ka ofruar mundësinë e konkurimit të koreve, gjë që do të thotë një
numri i madh fëmijësh me një edukim muzikor të caktuar ngjiten në skenë për të performuar këngë. Dhe këtu së bashku jemi pikërisht me mësuesit e këtyre shkollave, të cilët janë nderuar dhe me çmime. Mësues Pascal Maka në shkollën Zemra e Krishtit, mësuese Leonora Luca Çuliçi në shkollën Maria Ndihmëtare, mësuese Diana Bilali në shkollën ABC në Kilezha dhe mësuese Violeta Pachrami në shkollën Dituria. Urime nuk është e lehtë të ngjitesh në skenë pikërisht një numër kaq të madh, 50, 60, 80 fëmijë. Ndaj tham që pjesëmarrja në këtë skenë, në këto finale ishte 3 shifrore, po t'i mbledhin të gjitha apo jo. Një punë frymëzuese. Apo jo. Po ja lëm fjalën në fillim mësues Pascal Makës, i cili për të dytin vit radhazi kori shkollës Zemra e Krishtit nderohet me çmimin e parë. Po, është e vërtet, për mua është një vlerësim shumë i madh që më është bë nga qendra kulturore, që na dha mundësia që shkollat tona me shpalos vlerat artistike në formacionet korale. Është një risi e re dhe një punë jashtëzakonisht e madhe që qendra kulturore bën edhe një vizion i ri që rikthehet fal idesë të drejtores të qendrës kulturore. Përshëndetje për të disatën herë të Orieta Kelaj, Laro, e cila drejton këtë institucion. Ishte një punë, por dhe gjithë stafit. Ishte një punë e madhe në vërtet, sepse kori jem këtë vit ishte me 105 fëmijë në total. Ja, po e shohim. Ku kishte edhe instrumentistat, kishte edhe një pjesë të 2 personazheve ku shpalosnin këngën nën. Ishte një performancë. Performancë totale. Jam shumë i gëzuar për çmimin, por jam shumë i gëzuar që gjithë publiku u emocionu dhe e vlerësoi tej mase këtë performancë. U përfshi 100% në performancën e këngës nën. Do të thotë që ju keni zgjedhur edhe një këngë që ka goditur, ndoshta edhe një këngë të repertorit aktual, siç është kënga Nan e Alice Kallaçit, e cila shkon në Eurovision. Po, pikërisht edhe mram kur pashë edhe vet Alice Kallaçi kishte publiku korin tonë në faqen e tij, edhe në faqen e Eurovision Albania, mu konfirmu që ja ka vlejt puna, mundi dhe sakrifica që ne kena bë, fëmijët kanë bë, shkolla ka bë. Po të gjithë kanë historinë e tyre, apo jo, Nora? I nderuar përsëri me një çmim që do të thotë punë, përkushtim, frymëzim i nxënësve. Patjetër, punë e madhe, përkushtim i madh, por dhe kënaqësi e madhe, jo vetëm ja jemja, por e fëmijëve, e prindve, e shkollës, edhe sigurisht falë mbështetjes së qendrës kulturore që e jep këtë mundësi për të gjitha shkollat. Është vërtet në Shkodër bëhet art, po bëhet art shumë i bukur, me brezin e ri, edhe kjo ndihmon shumë brezin e ri dhe në një edukim muzikor të mirë. Sepse është një përfshimje kaq e madhe fëmijësh në këtë edukim muzikor që do t'ju vlej për gjithë jetën. A është sfiduese pikërisht një numër i madh? Po, kjo është edhe e bukur. Kjo është edhe e bukur, kjo të falë edhe kënaqësi më shumë, punë më shumë, por edhe kënaqësi më të madhe. Me thënë të drejtën, edhe përfshin edhe prind, pse jo, se e shohin që një numër i madh fëmijësh, edhe forcohet lidhja edhe më shumë edhe me prind, edhe me kolekte punës. Dhe me thënë dashje pa dashje përfshihen edhe kolekte punës, se ne fëmijët punojmë në shkollë. I marrim premtimet, na zëvendësojnë, dhe me thënë punojmë pothuajse grup të gjithë bashk, i bim tek qendrat të gjithë bashk, disa mësues. Dhe me thënë është një punë e bukur, e lodhshme, por edhe me një kënaqësi. Edhe tash jo vjen pak si keq që mbaroi gjithë ky emocion i fuqishëm, apo direkt fëmijët pyesin, a kena prap diçka tjetër, sepse kaç kanë marrë kënaqësi. Ka kënaqësi dhe frymëzimi. Diana, nuk është hera e parë që evidentohesh me shkollën tënde, ABC në Kilezha, besoj se ka qenë diçka e bukur, apo jo? Po,
Ju përshëndes gjithëve dhe kam dëshirë të trajtoj pak punën e korit të shkollës ABC, në të cilin u vlerësova me çmimin e tretë. Është bërë një punë shumë e madhe me zgjedh repertorin, me dëshirën e nxënësve, kena marrë të gjithë një mendim, edhe si vjetë shkolla jonë është paraqitur me një kori në një pjesë muzikore në formë kanoni. Është pak e vështirë ta trajtosh kanonin. Kanoni është një ushtrim muzikor, vokal, por që ka në dy zëra. Edhe kemi realizuar mjaft mirë nga ana intonacione, nga ana performancës. Edhe kemi dhënë një mesazh stop bullizmit. Vetë kënga ka kënë me një whisper, në grek kilpin, e kena dhënë një mesazh në fund kundër bullizmit. Kjo ishte një gjash e re për ne, po ne mendum se ta trajtojmë nga ky aspekt. Natyrisht një mësues. Edhe vitin e kaluar kemi marrë çmimin Korajus, kemi pas këngën Nën të Agim Prodanit, edhe aty u vlerësume me çmimin Korajus vitin e kaluar. Falenderoj edhe nxënësit e shkollës, drejtorinë e shkollës që na dha mundësinë për me realizu edhe qendrën kulturore, pastaj as diskutohet Ermirin, Orjetën. Do t'ja lëm vendin një personazh artistik në Shkodër, një kontribuese në jetën artistike të Shkodrës e veçanërisht të punës me fëmijët, siç është mësuesia e artit, është Violeta Paçrami. Përshëndetje Viol, dhe të uroj për ecurin, për punën, për vlerësimin, për pjesën, për frymëzimin që i ke dhënë fëmijëve. Faleminderit për ftesën. Sigurisht përshkruaj ty herë se kur nuk je indiferente në aktivitetet bukura që organizon qendra kulturore. Kjo është detyra jeme. Sigurisht, me të vërtetë ne marrim ndërtokritit e prindit, po audienca e madhe e Shkodrës nëpërmjet teje. Faleminderit shumë. Këtë aktivitet ndoshta dhe inicion edhe fëmijët prindër me pru fëmijët për me bë aktivitete. Faleminderit shumë. Njëkohësisht i them edhe prindërve. Falenderoj drejtorinë simore që ne mujtëm me performu në teatr një skenë që nuk ka çdo mundësi prind me performu te skenë magjike siç është teatri. Ku kanë performuar dhe artistat tjerë më përpara. Unë sigurisht nuk jam mësuese definitive, po mundohem që të përgatis të rri personalitetin. Ke pasionin definitiv në jetën tënde. Faleminderit. Të rri për atë tjetër ajo që kam bërë kursin piano me fëmijët kufizuar atje, por në lidhje me korin. Përpiqem që të rri personalitetin e fëmijës edhe të kënaqen prind. Normal që edhe vlerësimet janë bukura për çdo shkollë. Falenderoj drejtorinë për hapësirat që më ka dhënë me bam me fije provë nëpërmjet orëve të mësimit. Sigurisht qendra kulturore fëmijëve për risinë e re për me përfaqësu koret edhe por unë personalisht falenderoj gjithë mësuesat e Shkodrës, gjithë fëmijët e Shkodrës, sepse këto janë lanë e parë për me bë aktivitetin tek qendra kulturore e fëmijëve. Dhe me thënë, çdo mësues në atë mënyrën e vet, në atë mundësinë e vet, ka një kontribut fuqishëm që zhvillojnë qendra kulturore e fëmijëve këto aktivitete. Padyshim. Edhe për sa i përket repertorit, unë qyse e kam dëgjuar këngën Lulja e kujtimit në Kabe Fasur, se një artist korçar i thur këngë për jetësijet muzikantave të Shkodrës. Përgatitet edhe Espresso Cafe. Mi po me që një shkollë tjetër kishte këtë Lulja e kujtimit, unë u tregove tolerante. Unë dëshirë pata, po hajt. Edhe performova Espresso Cafe. Normal është një këngë trendi, e shkath, e gëzueshme. Për sa i përket çmimit normal, në historinë e çmimeve nuk kam marrë mend fat. Gjithmonë kam marrë mend kënga çmimi i publikut me memorje. Edhe çmimi i tretë, a kupton të tjerat janë kështu. Por unë jam shumë e gëzueshme për çmimin e publikut. Urimet më të mira për punën tuaj. Ajo çka është e dallueshme është se formacionet korale
përbëjnë bazën e një edukimi të fuqishëm muzikor tek të gjithë nxënësit. Të këndosh në një formacion koral do të thotë të jesh pjesë, të dëgjosh tjetrin, të punosh si një za i vetëm dhe të kesh një formim shumë të mirë muzikor, apo jo? Mësuese Elmiri. Është një mundësi shumë e mirë faktikisht për fëmijët që me vazhdu rrugën e tyne, sepse me të vërtetë që ne kena një përfshimje shumë të madhe, shumë gjanë tek bilbilat që shkon në shifrën 1000, si më thonë. Megjithatë, në momentin që fazat ecin, fëmijët në një farë mënyrë spostohen. Edhe selektohen disa të tjerë. Është një mënyrë shumë e mirë që këto fëmijë me majt të angazhuar. Edhe kjo është një mundësi shumë e madhe që me anë të formacioneve korale këto të kenë mundësi që ta vazhdojnë pasionin e tyre. Mësues Paskali, edhe një urime për të dytën herë e mbajte këtë çmimin e parë dhe çmimin e publikut. Edhe natyrisht kjo ju detyron të gjithëve që të mos uleni ose të qëndroni në pozicione luftarake gjithmonë të bukurave të arritura. Ju falenderoj shumë sepse në këto momente unë ftoj fëmijët që janë fitues të vendeve të para, të kategorive të ndryshme. Ju falenderoj dhe ftoj fëmijët që janë fitues në natën e parë përveç shkoreve konkuruan fëmijët që performuan në kategorinë e këngës qytetare dhe kishte pikërisht shumë emra. Ajo që na bën shumë krenar mësues Elmiri është sepse kënga qytetare qëndron bukur në gojën e këtyre fëmijëve. Atëherë, te kënga qytetare mund të them që kalojmë në studio regjia, po. Është e rëndësishme faktikisht sepse në një të ardhme këto fëmijë pa diskutim do të drejtohen disi në këngën qytetare. Mirë po, fakti që ne qysh në këtë moment i testojmë në këtë garë, edhe këto kuptojnë vetin ku janë, si më thanë, dhe vjen natyrshëm që spikasin ato që kanë drejtim të nuancave popullore dhe në kohën kur këto janë gati realisht për të kënu këngën popullore, këta janë e kanë kalu një farë eksperiencet, pra nuk dalin për herë të parë në moshë madhore, por fillojnë rrugtimin e tyre qysh tash në vogli. Kjo është qendra kulturore e fëmijëve. Kjo është një ecuri e jashtëzakonshme. Kjo është të hedhësh hapat e mbështetur fort dhe të gjitha shkallët të jenë graduale deri në ngjitje të niveleve të larta, por ndryshe nuk ka vlerësime të tjera përveç vlerësimeve maksimale për këngëtarë të Shkodrës kudo që të ndodhen. E them duke minjanuar paksa modestin, por e them duke u nisur nga ecurit reale, apo jo. Dhe tani, siç thash, janë këngëtarët e kategorisë së këngës qytetare shkodrane. Ju kam mbajtur me emrat, jo të gjithëve, po këto që janë bateria e parë, po. Është një zbulim i ri, Mej Hoxha. Përshëndetje Mej. Përshëndetje. Ua, sa bukur. Sa vjeçë je? 6. Po sa çmime ke fituti tek bilbilat? 2. Në çfarë shkolle je? Të ABC-n e Kilezha. Mirë, do ndalemi te 2 çmimet tuaja, sepse kam edhe një vajzë tjetër që ka fituar 2 çmime dhe kjo është Joela Mustafa. Përshëndetje Joela. Urime. Shumë e gëzuar, shumë e kënaqur. Bukur. Dion Burzgjoka është gjithmonë fitues. Hiç, ç'kemi nga ty. Në skenë shumë bukur, ke një jetë të pasur artistike, me shfaqje, me pjesëmarrje, me bilbila, me çmime, një mrekulli. Është një jetë e bukur artistike për Elmiri. Patjetër. Mein e njoh për 2 vitesh në skenë.
pavarësisht se na duket e vogël, Ashtu, besoj që nuk qenë ka viti i tretë. Kam Arbias Halluna, është përsëri një tjetër këngëtar shumë i mirë, ka edhe Arbiasi ka konkuruar në 2 kategori, por është fitues tek Popullaria. Bravo Arbias. Sa vjeç je ti? 8. 8. U bëra 8. Po. Në çfarë klase? 3. Në klasën e 3 të shkollës? Gelatin Fishta. Bravo. Vetëm ti nga Gelatin Fishta, po ka dhe të tjerë që kanë qenë në finale. Edhe Dioni. Edhe një vajzë tjetër. Ua, po po habitëm sa këngëtar pas ka kjo shkollë. Po, Joela? Unë jam te shkolla Branko Kadia. Branko Kadia. Është një gjeografi e pasur. Patjetër. Shkollave, apo jo? Patjetër, pjesëmarrës janë gjitha shkollat faktikisht, jo vetëm të qytetit, edhe të rrethinave, fshatrave, ishin prezent edhe në finale. Vjen mirë që angazhohen faktikisht, nuk është e kollajt për mësuesat e muzikës, sidomos sot sepse nga 2 orë që kanë pas, është kthy një sistem me 1 orë muzikore. Është shumë sfiduese madje. Ka mësuese që bëjnë edhe në 4 shkolla. Deri në 5 shkolla kanë pas. Edhe 5. Po. Biles mund ta përmendni sepse është Emona Kraja. Emona Kraja, 5 shkolla. Respekt dhe përshëndetje Emon. Nuk është e kollajt, se i thonë që të punosh një ditë, një javë me fëmijë, a kupton? Edhe vështirësi. Por gjithsesi. Por dëshira e mësuesave është që të angazhohen. Normalisht disa mësuesa punojnë më fort, disa jo aq fort. Megjithatë ne shpresojmë që të gjithë ta marrin me seriozitet sepse ja vlen, domethënë për këto fëmijë që të merret me seriozitet, sepse e kena provuar edhe në edicionin e 20 me profesor Kujtim Alin, që menduam që do të ishte shumë e vështirë edhe realizuar edicionin duke shku vetë, duke trokit në gjitha fshatrat e Shkodrës, edhe konkluzioni ishte që fituesat e atij vit ishin çmimet e rëndësishme të ishin prej fshatrave, që do të thotë që zëra ka kudo, por duhet një kontroll i veçantë nga mësuesit e muzikës. Punë, mundësi, frymëzim. Patjetër. Me Hoxha. Urdhëra. Të falenderoj për këtë urdhëra. Këngët tuaja të bukura janë vlerësuar. Ti ke këndu këngën Ky Marak edhe këngën Kokoja im. Kjo, se unë edhe mund të gaboj, po ke metur në mendje. A mund të këndoj pak? Patjetër, cilën këngë do me këndu ti? Ky Marak. Ky Marak, Maraku, hajt. Jo, mikrofoni rrin aty, s'ka nevoj me ka dorë, po. Ky Marak, Maraku i shkret, nuk më lën zemrën e qet. Dashurim që kam për ty, nuk e ndroj si këto 2 sy. Bravo, një duar trokitje. Po sa bukur këndon moj mej, po kush të ka mësu të këndosh kështu? Më kam mësuar mësuese Diana. Mësuese Diana, sa gjë bukur. Po ty të pëlqen të këndosh gjithë ditën edhe të mësosh natyrisht. Por kur ke marrë këto 2 çmime, se ti ke marrë 2 çmime të para më vajzë? Mua më kanë mësuar shumë llojesh mësuesa, edhe mësuese nga qendra kulturore. Dhe mund t'i thuash emrat, sepse mirënjohja është virtyt. Unë dua t'ju falenderoj të gjithë mësuesat që më kanë mësuar. Mi thuaj emrat. Faleminderit gazetare, faleminderit Mire, faleminderit Beni, faleminderit Bardhi, faleminderit Nora, faleminderit mësuese Diana, faleminderit faleminderit Mej, faleminderit Mej, faleminderit, bravo, bravo. Mësuar në jetën time dhe faleminderoj për Zotin që më ka krijuar. Bravo. Po sa e mençur je, bravo, bravo, bravo. Ti kanë më kujdesshme se sa unë. Më kujdesshme nga të gjithë. Po mirë,
kokoja, si ishte kokoja? A I prish që ti këto çmime apo erdhën kështu? Faleminderit nga Zoti. Për të lumtuar të gjithë. Për t'i lumturuar të gjithë. Jo vetëm teatrin me Gjeni, por të gjithë botën. Të gjithë botën, sa zemër të madhe. Se unë kisha dëshirë për të bërë si një për I vërteti. Për I vërteti jeti, një këngëtare, megjithëse je e vogël në moshë, je një yll I muzikës, apo jo? Një anër për të bërë si Michael Jackson. Si Michael Jackson? Nga dal, ka dhe performanca I Michael. Ka fillu shumë me sukses. Ke fillu me shumë sukses. Po kokoja si ishte, sepse edhe kokoja të nxori fitues të çmimit të parë. Ke fitu 2 çmime. Po. Jo më nuk dua, t'ma blini një tjetër qen. Kudo me mua, loste me mua, si koko ime nuk gjej. Jo nuk e dua, jo më nuk dua, t'ma blini një tjetër qen. Kudo me mua, loste me mua, si koko ime nuk gjej. Bravo! Urime, bravo! Ja, pra, kjo këngëtare mrekullueshme, ashtu si që Joela ka fituar edhe kjo 2 çmime, por unë vendosa ftova këtu në baterinë e parë të fëmijëve, sepse do të ndrohet kjo studio. Joel, bukur, a? Shumë bukur. Ke fituar edhe të kënga popullore, edhe tek bilbilat. I përgatitur në të dyja, ja këto janë certifikata tuaja dhe çdo gjë që e dëshmon kaq mirë pikrisht këtë pjesëmarrje dhe këtë vlerësim. I prisje këto kishe menduar që apo ti mendoje vetëm që të realizoje më mirë këngët? Me të në vërtetën nuk është se kisha prit. Jam shumë faleneruese pikës parë juris që më ka vlerësu me 2 çmime, si te popullorja, si te bilbilat. Jam faleneruese zyshës teme të kantos. Që është? Klodiana Brahimi. Klot, suksese gjithmonë. Falenderoj familjen teme edhe tonë qendrën kulturore. Po mirë, pra kjo është qendra kulturore e fëmijëve është një shtëpi e madhe ku të gjithë kanë vendin e vet. A është kështu Dion? E ndjeni sa herë shkoni atje me dyert të hapura, me zemër të hapur dhe me një komunikim të mirë. Cila prej këngëve është gabim të them se cila prej këngëve, të dyja janë të bukura. Ti ke kënduar këngën? Te kënga popullore kam kënu Synin si qershia. Këngë jo të thjeshta, por kundrazi. Nuk është e thjeshtë. A dosh kohë për me përgatit. Ndërsa te kënga te bilbilat e këngës normale kam kënu këngën I Surrender. I Surrender. Tani një fragment të vogël nga cila do të na e thuash? Synin si qershia. Synin si qershia. Synin si qershia, flakën e zdjalin, buzën nga zebane, peshja qove malin. Një dorë trokitje, bravo. Është Dion Bushgjoka, si që tham, dhe Arbiasi, të dy nga shkolla Gjeladin Fishta, por në klasa të ndryshme. Në këngën popullore e thani përveç se këngëve të tjera, apo jo? Sepse Arbiasi ka marrë pjesë edhe te kënga tek bilbila, te kënga për fëmijë, ndërsa Dioni është një fëmijë spektakli. Çfarë ndjesie ke pas ti, Dion? Atë ndjesia jam ka qenë shumë e bukur për këngën Përshëndetje. Unë jam gëzuar shumë që kam pas mundësinë me kënu, sepse i kam dhënë emocionin konkurrentave të ri ose atyni që kanë më para, por edhe më ia dhënë atë emocion që kam pasur edhe më kujton kujtimi që kam pasur. Po mirë, ti konkurrove të kënga popullore. Po. Cilën këngë? Djali Kumbarës.
A është një këngë fantastike, apo jo? Si zgjodha? Atëherë ishte histori pak si ndryshe sepse kisha një ditë për të përgatitur për çerk finale dhe zgjodha këtë këngë sepse domethënë është dashur punë që më mësu, por ka qenë edhe për mua e mira. Kënga më e bukur, më e mirë dhe më bukur. që të pëlqenta më shumë. Pse pikërisht të pëlqenta? Se di thjesht Fillimet fillimet e omla edhe muzika refreni që Zevçova. shkon shumë bukur është me kënu. Edhe sidomos kur ja përcjell emocionin publikut. Edhe fillon, si fillon? Djali kumar s'kardh me bujt, baba na qiti me zeraki, po hiq po tiri nuk e kalujt, s'po don me Bravo Dion Buzhdo, fituaj gjithmonë. Arbias, ngreu pak në këmbë, një djalë bukurosh që ka ardhur dhe me certifikatën. Këtë certifikate ke të ruajtur bukur, mirë. Çfarë thot certifikata? Ma lexoj një herë. I jepet Arbias Hallunaj. Sa bukur e kanë shkruar emrin? Po çfarë këngë këndove ti Arbias? Si bylbylat në pranverë. Po si mësove ti këtë këngë? Dhe me mami. Mami, po kështu janë, dhe prindrit, iniciativat fillojnë kështu nga familja shpesh herë, dhe ti mësove me shumë dashuri, me shumë kënaqësi, po kur dola aty, ishe i sigurt apo kishe ndonjë merak kështu, mos po? Jo, nuk isha. Ishe shumë i sigurt. Pse të pëlqen kjo këngë si bylbylat në pranverë? Më ka zgjell mësusja jeme e kantos. E cila është mësusja? Klodian Ibrahimi. Po ju qenë keni edhe mësues, nxënës të mësueses speciale, siç është sopranoja Klodiana Ibrahimi. Ti e këndove, po ke kënduar edhe një këngë tjetër, po me këtë je vlerësu, Po. Bravo. Çfarë thotë mësuesja ti se ke një vokal të ngrohtë edhe një vokal prej tenori? Me hap gojen, edhe me marr frym. Këto janë porosit. Po ti ke zbatu, por pik. Për ndryshe nuk je dallu dhe ke marrë çmim, apo ja? Po mirë herë, na e këndo pak. Si bylbul. Si bylbylat në pranverë, gjithfar kanë shtini s'peknu. Si bylbylat në pranverë, gjithfar kanë shtini s'peknu. Por si soti as njëherë lullet tuja. Bravo. Dhe sa bukur, me gjithë që është në mëngjes, ju e keni zanin super, Këto çmime patjetër do qëndrojnë në dhomën tuaj, jo në sirtar, po do qëndrojnë diku në vend të dukshëm, sepse apo jo ju frymëzojnë për me marrë pjesë në shumë aktivitete të tjera, me ju lumturu. Tash që ka mbaru, ndjeni pak kështu. Si ndjeni Dion? I mërzitur, sepse edhe kena pas ma shumë kohë që me mësu na kanë dhënë edhe Ka qenë një periudhë e bukur shumë. Po, ka qenë shumë e bukur. Kanë një shans të mirë. Ne kena pa marrë bylbylat, kena filluar me festivalin. Do ta përmendim pak më vonë, sepse këto janë përsëri në qendrën kulturore, derë hapur, në qendrën kulturore të fëmijëve, Kujtim Alia me derë të hapur. Ju falenderoj, vjen paneli tjetër, ato që kanë Joel faleminderit shumë e dy çmimeve, por Mein po e mbajmë këtu si këngëtare që ka rrokur me kaq dëshirë dhe dashuri këtë skenë dhe është përsëri fituese. Atëherë përveç Meit në kategorinë e bylbylave nga klasa e parë në të
tretën janë edhe, si ka emër? Amlalada. Amlalada Urime. Çfarë çmimit ke marrë ti zemër? Inkurajus. Po. Si ke emrin ti? Elif Zaganjuri. Elif? Zaganjuri. Po ti ke emër edhe të bukur, edhe i vajzë shumë e bukur. Çfarë çmimi ke marrë? Çmimin e tretë. E tretë. Ndërsa jo vajza aty? A jam Lisara Dashi. Ti je Lisara, me çmimin e dytë, po çfarë këngë ke këndu? Po ngreu në këmbë Lisara që të shohim më mirë. Çfarë këngë ke këndu? Unë kam këndu këngën Valet e zemrës. Valet e zemrës. Kujt i kushtohet kjo këngë? Mamit. Mamit. E ke mendu mamin tënde kur e ke këndu apo të gjitha mamat? Kam mendu gjitha mamat në veçanti mamin të. Bravo, pa tjetër e ke lumturu atë. Mirë Lisara, në çfarë shkolle dhe klasa je? Unë jam në shkollën Ismail Qemalin, klasën e tretë. Po si je përgatit dhe si ke zgjedh këtë këngë? Unë kam zgjedh këtë këngë se kam tanë fëmijët i kanë Valet e zemrës edhe kanë është një këngë që të emocionon shumë. Po ta këndoj, do ta këndosh pak? Po. Mirë, ta dëgjoj. Zemra e vogël më troket në gji, jam e rrethuar plot me bukuri. Valët e zemrës sjellin ngrohtësi, kush më vjen përgjithmonë në shpirt, plot dritë. Oh, çfarë vibracionesh. Bravo. Vazhdojmë me Elifin, Elif Zaganjori. Po ti çfarë këngë ke këndu Elif? Valet e zemrës. Këto kanë pas njëtën. Po pas ka qenë një luftë e madhe për me ju vlerësu. Unë mund të shtoj diçka me fjalë. Me këto fëmijë, por edhe jashtë këtyre fëmijëve, finalja është shumë e fortë realisht. Mund të them që edhe gjysmë finalja është shumë e fortë. Për faktin që ne e marrim shumë seriozisht qysh në hapat e parë. Vërtet. Gjysmë finalja është që qytetet e tjera mund ta kishin krenari për me quajt finale. Pavarësisht se kena pas 85 fëmijë diçka në gjysmë finale. Çfarë? Por diferenca mes tyne, s'mund të them që s'ka, por janë diferenca artistike të vogla që pa diskutim me punën e tyne këto mund të arrijnë, secili prej tyne mund të arrijnë jetë. Dhe kjo është e bukura, që ju nuk keni munduar asnjë moment nga ecuria e këtyre fëmijëve. Elif, zemër, do këndosh atë ti këngë? Patjetër që do këndosh. Hajde, bravo. Zemra e vogël më troket në gji, jam e rrethuar plot me bukuri. Valët e zemrës sjellin ngrohtësi, kush më vjen përgjithmonë në shpirt, plot dritë. Zemra e vogël. Bravo. Tani që e morë çmimin, besoj se je lumturu shumë. Në shpinë tënde, përveç teja, kush ka qenë shumë gëzuar? Më shumë ko kene gëzu me mami, se qysh festival mu më ko përqy shumë kja kongë, edhe mami ti ko përqy shumë, edhe kina full bashkë edhe kina përgjell kongën me kënu. Po sa bukur, gjithmonë një këngë duhet jetë edhe një dashuri për njerëzit, për jetën, për frymëzimin që t'jep. Kjo është kënaqësia që ti merr. Do ta ruash fort këtë çmim, sepse kush e di sa çmime do të marrësh në ecurinë tënde, Dhe kemi tani radhën e Amlas. Amla, ke marrë pjesë për herë të parë apo ke marrë pjesë edhe herë të tjera? Për finale? Jo, në vitet të tjera ke marrë pjesë apo jo? Kam marrë edhe një herë të tjetër. Edhe një herë tjetër, dhe prandaj ke pas dëshirën që të vazhdosh edhe në këtë vit. Shumë mirë. Po çfarë këngë përgatitet ti? Princesha e babit. Princesha e babit. Dikush ka marrë mamin, dikush ka marrë babin. E rëndësishme është që të gjithë të përkunden në krahët e dashurisë së prindërve dhe të familjes, apo jo? Si përgatitet Amla këtë këngë?
Nuk di, po veç më erdhin mend ta këndoj këtë këngë. Dhe mësuesja ishte dakord apo si? Mësuesja ishte dakord. Kush është mësuesja jote? Mësuese Nora. Mësuese Nora, po. Edhe mësuese Ermiri. Edhe mësuese Ermiri. Atëherë, ne kena një mbështetje se gjë rastin për t'i falënderuar realisht. Mësues Arben Jubani dhe Zysh Nora punojnë në qendrën kulturore të fëmijëve, ku mbështesin fëmijët për gjitha aktivitetet që kena artistike. Qysh në hapat e parë e deri në përfundim janë prezent, normalisht për me gjyku edhe me sugjeru diçka nga performanca e fëmijëve. Gjaj rastin t'i falenderoj. Gjithashtu në qoftë se më lejon duhet përmend pak edhe jurin e parë, që është profesor Kolec Gajtani, Bartol Hysa, Rozi Shllaku, Ketlin Pjalmi dhe Glerdit Turmetaj. Është juria seleksionuese. Juria seleksionuese e fazave të para, faza 2, e 3, e 4 për me mbrit edhe në gjysmë finale. Duhet i falenderoj sepse këto faza janë shumë vështira, reale janë shumë vështira. E vështira është edhe finalja, pa diskutim, por don një përkushtim edhe një durim shumë të madh sepse thash vinë rreth 1000 fëmijë që konkurrojnë në fazën e dytë dhe shumë prej tyre deri diku edhe mund mos jenë të talentuar. Durimi është duhet të kenë primar që ti respektojmë, mos të njëhen keq edhe fëmija është i bardhë, i ndjeshëm, i pastër. Monona përmes mi ba moni keq, i falenderoj pa mos. Ambler dëshiron ta këndoj pak këngën Princesha e Babit? Po. Atëherë? Dua t'ju tregoj një ndodhi që më lumturoi. Babi mi mirë në vallëzim mua sot më ftoi. Ishte era e parë të kërceju në një vals. Ishte era e parë me një Strauss me soba pas. Bravo! Urimet më të mira, unë uroj që t'ju kem përsëri dhe ju të ngjiten në skenë shumë herë, apo jo me ti qëndruar këtu si titullare 2 çmimeve, por që të gjitha jeni fituese. Ju falenderoj shumë dhe ftojmë këtu grupin tjetër nga klasa e 4 deri në klasën e 7 dhe vjen Hera, vin vajzat e tjera do të prezantohen vetë. Po, faleminderit juve dhe natyrisht është shumë bukur të marrësh pjesë në këto kompeticione dhe të paraqesësh të gjitha mundësitë që t'jep skena dhe përgatitja. Kalojmë edhe një herë sepse studio është konfiguruar, do të prezantohen, emri yt është? Alisa Dashi. Alisa Dashi. Faleminderit. Çfarë çmimi ke marrë? Unë kam marrë çmimin e parë, edhe jam ndjen ato çaste shumë e lumtur edhe u habita, kam itë me gojë hap, si me thonë, edhe jam një shumë e lumtur. Po mirë, erdhi kështu. Po pritë. Si dorat. Po. Çfarë këngë këndove ti, Alisa? Unë këndova Nën të thrasin. Nën të thrasin. Këngë për nënën. Po. Njeriu më të dashur të botës. Ta këndoja një herë. Çto të thot në val, të duash me zemër dhe jo me fjall. Me zemër dhe
fal. Na përlote. Nihet në çdo fëmijë që ka ato karakteristikat e veta. Dikush ka një vibrato shumë të bukur, dikush ka një njëshmëri shumë të mirë, dikush ka një vokal shumë të fuqishëm, dikush ngjyros të bukur në notat poshtë, dikush në notat sipër. Gjithë secili ka veçantinë e vet në fjalë. Bravo Lisara. Bravo. Po këtu kam edhe një artiste tjetër, një këngëtare që nuk është hera e parë që fiton çmime, por që dashurinë për këngën e ka bashkëpunëtare të çdo dite të saj. Është Hera Hoxha. Përshëndetje Hera, dhe urime. Faleminderit. Ti marr pjesë edhe herë të tjera, po kjo herë ishte me këngën Valet e zemrës. Kjo ishte konga jeme që kam kënu edhe të festivali që e kam punu me profesor Kolecin, e ka ba profesor Koleci e ka ba muziken, profesor Alfred Çapaliku e ka ba tekstin, orkestrimin e ka ba profesor Olem Guli edhe më ka pëlqy shumë si kong, e kam kënu edhe në festival, edhe thash konga jame pse mos me kënu edhe të Bilbi. Bravo! Shumë e veçantë prezantimi, dhe shumë e bukur që të dish autorët e këngës, edhe e curin e saj, të punosh me kompozitorin, Valet e zemrës. I kushtohet? Këtë kong, ma shumë se ja kam edhe vetë ja kam kushtu mamit se mami gjithmonë më jep energji pozitive dhe ja kam kushtu mamit, ja kam dhe me thanë mamit këtë kong. Që shumë e bukur. Dëshmia më e madhe. Bravo. Ti ke kënduar edhe këngë popullore, por kjo këngë këtë vit të ka evidentu, apo jo? Po. Pa tjetër që do në këndosh i fja. Brego. Shqipëria thesar me dashuri, me gëzim në çdo qast krenari për her. Valët e zemrës i kemi ne fëmit, veç për ty ditën ato adhe. Veç për ty ditën ato adhe. Bravo, çfarë? Në që jemi tek Hera, unë po përmend se po më kujtohet një detaj, ne kena kufizu pak për zgjedhjen e materialeve për fëmijët nga klasa e parë deri te e pesta. Normalisht nuk i kufizume në fazat e para që se erdhen edhe me këngë të huaja kështu. Pra në fazat e para ne nuk i ndalum, por kur erdh puna te gjysmëfinalja dhe te finalja, u munduam që ti drejtojmë të këngët e fëmijëve. Paraprakisht ishin informu me një platformë që do jeni të kujdesshëm, megjithatë ndoshta edhe pak e pa kujdesshme ndoshta nga shkolla, ishin drejtuar te këngët e huaja. Një ndër fëmijët ishte, më duket edhe Hera, pra aftësia e këtyre fëmijëve pavarësisht se janë të vegjël, marrin përsipër për me marrë edhe materiale shumë të vështira realisht. Ti qef të bëhesh këngëtare apo shkrimtare për shembull? Të ba. Megjithatë ti këngën e ke në buzë çdo ditë. Konga është një gjë ekstra që më pëlqen me bë në kohën e lirë. Është një gjë shumë e bukur. Bravo. Të lumt Hera. Faleminderit. Të uroj gjithmonë që s'kena tjetë hapur për ty. Faleminderit shumë. Po një vajzë që ka ardhur këtu dhe e ka emrin? Unë quhem Elma Selhani. Elma, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë këngë ke kënduar ti Elma? Në teatrin te Bilbila 2026 kam kënduar këngën Të rri me dashurie. Këngë e bukur, po jo fort të thjeshtë. Po si e përgatitet ti? Me përkushtimin dhe përkrahjen që më ka dhënë babi, gjithashtu edhe familja, kam arritur që ta realizoj. Të çfarë klase dhe shkolle je? Jam në klasën e 6 te shkolla Medresia Haxhi Sheshamia. Dhe kënga ka qenë bashkëpunëtare edhe më herët te këty apo është hera e parë që del në skenë? Ka pas edhe herë tjera që kam dalur në skenë dhe kjo këngë që kam zgjedh më ka pëlqyer dhe gjithmonë kur e dëgjoja më ka përcjellur emocione.
Familja jote është një familje muzikore, ti ke vëllan pianist, Saedin, e përshëndes, babin gjithashtu, por tashmë na doli edhe vajza këngëtare, po ta dëgjojmë pak të rime dashuria. Me ki dashura po si, çfarë me dhe në jetë e di, sa thëri me dashurie. Isha vetëm dhe me ty, më lexo tani në sy, të kam ngrisur fije. Bravo. Është ti që e ke kapur skenën e bilbilave, nuk do ta lëshosh asnjëherë skenën. Ha? Shpërmëzim. Ka qenë një nga dëshirat e mia më të bukura që të dalë në skenë. Që të dalësh në skenë dhe ja u realizua, por kjo pas hapit të parë vjen i dyti, i treti e kështu me radhë bëhet një rrugë e gjanë. Bravo. Nuk është e kollajt për me prek skenat të mëdhaja. Të mëdhaja, kështu që fakti që këto fillojnë kaq të vegjël është një mrekulli. Vërtet. Është ajo vajza e bukur aty që pret të flas, e ka emri? Asel. Asel, mbi emri? Dilaveri. Ti këndove këngën? Sytë e saj. Po në çfarë klase dhe shkollë jeti Asel? Unë jam në klasë të 4 dhe në shkollë medrese. Edhe ti të medrese. Po mirë, këtë këngë e ke mësuar vetë në shtëpi apo te shkolla? Kam pasur një mësuese që më ka ndihmuar të mësoj. Po si ka emrin mësuesës? Erda. E përshëndesim mësuese Erdën. Po ta dëgjojmë këtë këngë në sytë e saj. Sytë e saj, sytë e saj, i kam parë, unë i kam parë, qajnë, sa qajnë, i kam parë, unë i kam parë. Çfarë vibrato ke më fal. Çfarë timbri. Bukur, shumë bukur. Notat ulta të mbështetura. Jeni gëzuar shumë për këtë çmime, Si thoni ju? Gjë e madhe është. Gjë e madhe, e bukur është. Të bëheni këngëtare, po në fundit edhe nëse ju këngën si që thua Era e keni gjithmonë pranë dhe ajo ju frymëzon. Kur këndoni ndjeni të lira, shpreheni bukur. Uroj që jeta juaj të jetë këngë e bukur në realizime, të frymëzume për ecurisë, për jetës, për dashurisë së madhe të prindërve, të njerëzve, të mësuesve, të njerëzve që ju shoqërojnë, miqve tuaj, edhe të bëheni vërtet vajza shumë të arrira. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj sepse që nga fillimi i programit janë steka më e lartë e këtij konkurimi dhe unë i pres me shumë kënaqësi Nivis Sulishten, po, është Irsa Mashi, por do të prezantohen ashtu siç ishte Joela Mustafa, që ishte fituese, dhe vajzat e tjera do të prezantohen, po, e ke emrin? Matilda Simoni. Prishila Puka dhe Rozafa Maka. Ja, pra, 2 çmimet e para i kemi këtu. Do na tregoj sepse ka një rrugtim. Nuk është hera e parë që ata janë në këtë skenë, ata janë formuar, janë rritur, janë zhvilluar, janë frymëzuar në skenën e bilbilave. Nivis Sulishten dhe Irsa Mashi, urime për çmimet e para. Faleminderit shumë. Këto fëmijë unë i maj mend siç pat me e vogël, që është në hapet e parë. Edhe jam shumë krenar që sot kanë arrit ku kanë arrit. Bravo. Pa ndroja në rrugën e skenës, apo jo, të këngës. Irsa dhe Nivis, këngët që ju keni zgjedhur ishin këngë sfiduesa, këngë jo të thjeshta, se prandaj keni zgjedhur që të dini si realizoni, apo jo, Nivis? Tjetër, kënga që unë kam marrë për sipër me realizu kokën Vola, kokën dy fish e vështirë, se kokën në një gjuhë që unë nuk e praktikaj, frëngjisht,
Dhe kishte edhe këngë tjera në gjuhën frënge. Po, të kategoria të vitën ve kena lanë të lirë për se janë këngë. Edhe jam shumë e lumtur që të paktën një arrita qëllimit edhe jam fituesja e çmimit parë. Edhe pse kënga shumë e vështirë. Këtu është edhe Irsa. Edhe Irsa si një visi ka marrë pjesë në shumë festivale, por jeni klasën e 9, të dy janë në klasën e 9? Unë jam klasën e 8. Unë jam të 9. Ti paske edhe një çmim tjetër. Po, do ta mbyllim me këtë se mjafton që kanë fituar çmimin e parë. Po këngën nuk e mbyll. Jo, patjetër. Irsa? Unë kam pasur edhe unë një këngë frëngjisht, kam vënë shumë që këngë frëngjisht më shkojnë tepër, ndoshta edhe prej timbrit zanit, nuk e di, po thjesht më shkojnë, më kanë thënë shumë njerëz këtë gjë. Kam pas Lara Fabian, Je crois encore. Ti fitove edhe një çmim plus, ose një vlerësim, po e themi, të drejtën për të marrë pjesë në një festival të Gjergj Lekës. Si u ndjeve për këtë? Në fillim nuk e dija, sepse nuk e kisha dëgjuar fare Gjergj Lekën, sepse isha shumë, nuk e di, isha emocionuar. Pastaj, pasi mbaroi gjithë shfaqja, më filluan që të më vinin njerëz të më përgëzonin për këtë këngë. Pra nuk e kishe dëgjuar njerëzit e madh që ty të kishte vlerësuar, Kjo është si ai portieri që mbaroi ndeshja dhe nuk e mori vesh për disa çaste se kishin dalë kampion. Bravo. Diçka shumë e bukur. Do t'i drejtojmë edhe vajzave të tjera, por tani radhën e ka një visi me voilà. Të këndoj një fragment. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même ici, mes années je pourris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Mërkullia, do t'kisha dash ta këndoja atje me Andrej Ariel? Patjetër, do kishte kanë privilegj, po pse janë të ardhmen, do kishte kanë një shans shumë i mirë. Andra të marrin nga kjo skenë, nga bilbilat, bravo. Irsa, është kënga jote. Je crois encore, on est vivant tant qu'on est fort, on a la foi quand on s'endote, l'âge au ventre. Je crois encore à tout, jamais jusqu'à la mort. Le silence a eu tort, je crois encore. Që janë këto këngëtarë, profesor Miri, sigur të ndezësh me njëherë radion edhe ta dërgosh pikrisht në këto fraza me nota akute dhe të bukura, megjithëse është mëngjes këto këngëtare janë tash mund të themi që janë drejt profesionalizmit. Kanë kalu këto fazat e eksperiencave të para. Thash qysh parë që këta janë qysh në klasë të parë, dikush edhe qysh në kopsht. Tash janë realisht janë shumë të fuqishme për t'ju drejtu i profesionit. Bravo. Kalojmë tek Matilda. Matilda, në çfarë klase dhe shkolle je? Unë jam në klasë të 8 tek shkolla Zemra e Prishtit. Kjo shkolla juaj po shkëlqen edhe në sport edhe në art. Kënga që ti ke këndu? Quhet Akull. Akull. Ti je për herë të parë merr pjesë në këtë? Jo, unë jam te bilbila që në klasë të parë. Por je ngjitur gradualisht deri tek çmimet, apo jo? Kjo është diçka mrekullueshme. Atëherë ta dëgjojmë pak Akull. Merë jetën time ta kam fat, merë edhe frymën ta kam fat, po të jam spit po të ja. Merë si të mi unë ti kam fat, merë I pa shpirë të gjithë ti fat, po të jam spit po të ja, se të duhe kur unë nuk jam. Bravo, sa bukur je, ke një natyrshmëri të jashtëzakonshme edhe një vokal mjaft perfekt.
Urima, dhe suksese në ecurin tënde është radha e Prishila Puha. Klasat e shkolla që përfaqëson? Unë jam në klasën e 7 në shkollën Zemra e Krishtit. Përsëri kjo shkollë. Bravo. Po çfarë këngë ke zgjedhur ti Prishila? Është këngë amerikane, është Rolling in the Deep. Çfarë? Si zgjodha ti këtë këngë sfiduese, a? Përshtypin që ka ba një përzgjedhje të mirë. Ti pas parasysh edhe ngjyrën vokale që ka Prishila. Në që më përshtatet edhe karakterit tim, edhe zërit tim. Me zi shpres ta ndëgjojmë. Të gjitha ata që po na ndjekin, në fakt. We could have had it all, running in the deep. You had my heart inside of your head, but you played it to the beat. Oh, bravo! Bravo! Urime Prishila. Dhe mos gabohu asnjëherë të mos marrësh pjesë në aktivitete, përkundrazi ta kesh gjithmonë pozitivisht përgjigjen kur të ftojnë, apo jo, është diçka e bukur. Rozafa është vajza tjetër që ka radhën tani, Rozafa Maka. Po, Rozaf? Unë jam shumë falenderuese që jam këtu i herë, është një privilegj shumë i madh me kenë në finale i herë masaj edhe më marrë një çmim. Për mendimin tim unë kam marrë një çmim shumë veçantë që nuk e priqa me thënë drejtën, edhe jam shumë e gëzuar. Ka kenë çmimi i Zëri i Brezave. Edhe për mua është diçka shumë e madhe. Edhe thjesht jam falenderuese gjithëve që më kanë mbështetur edhe më kanë ndihmuar. Unë jam të shkolla Zemra e Krishtit, jam në klasë me Prishilën, edhe e kam edhe kusherin. Kështu që ju keni qenë në një garë me vetveten, por edhe duke parë rreth rrotull që të jeni në një garë të mirë, apo jo. Në këtë panel është edhe Joela Mustafa, por ajo konsumoi panelin më herët sepse kishte 2 çmime. Atëherë kënga që ti ke kënduar, Roza? Këngën Pyes Loti. Pyes Loti. E vështirë. Mu ka pëlqyer kjo këngë sepse thjesht ka pas një mesazh shumë bukur që duhet në këtë ditë me thënë drejtën, që është për dashurinë edhe për një atë kam zgjedh. Pastaj pjesa e vështirësisë me punë ka arrit deri në këtë pikë. Bravo Roza, bravo. Ta dëgjojmë atëherë. Se loti që pikon, një zemër ndon, i vogël në duket, i masa një glob. E ti se që më muton, se ka njerëz sot që do vetëm s'njohin dashurin, s'njohin mirësin. Bravo! E kemi nisur me Mej Hoxhën, edhe po e përfundojmë me këtë skuadër madhore që kulmon me vlera profesionale. Profesor Miri, dua t'ju falenderoj shumë. Dua t'ju falenderoj dhe në emër të publikut për punën e madhe. Qendrën kulturore të fëmijëve Kujtimalia, drejtuesës Orieta Kelaj, të gjithë stafit, i cili është një staf i palodhur, shumë dashamirës, asaj derë të hapur gjithmonë të kësaj qendre kulturore. Nivis, Irsa, Matilda, Joela, Prishila, Rozafa. Urimet më të mira, së bashku me gjithë kompaninë e fituesve. Profesor Miri, faleminderit, shumë respekt, faleminderit. Gjithmonë bilbilat vazhdojnë të këndojnë. Kemi përsëri edicione të tjera. Faleminderit.